E thash më herët dhe them edhe një herë, nuk drejtoj ndaj askujt gishtin e fajësisë apo të bëj rolin e gjykatësit. Gjykatësi më i mirë për çdo njeri nga ne, duke filluar nga unë dhe çdo kush tjetër, është ndërgjegjja. Dhe mbesi në ndërgjegjen e çdo njerit puna, përkushtimi apo thjesht e gjithë ajo që ka ndodhur brenda kësaj kohe. Ndaj askujt nuk kam luftë përveç luftë ndaj vetes time. Ndaj askujt nuk kërkoj ndryshim përveç ndryshim ndaj vetes time. Jam njeri, mund edhe të kisha gabuar, për çdo gabim timi të kërkoj ndjesë dhe falje çdo qytetari apo çdo qytetari që mund eventualisht të jetë i prekur. Pra, thjesht pendesa është akt moral për çdo gabim të mundshëm, edhe unë pendohem për çdo gabim të mundshëm që mund të ndodhë nga unë. Nëse do më lejonte i Madhi Zot që unë dikuj nga jeta ime apo nga vitet e mia të jetës sime, t'ja dhuroja, do t'ja dhuroja mërgjimtarëve tanë. Do t'ja dhuroja çdo njeriu që do të kishte nevojë për jetë më të mirë. Do t'ja dhuroja të rive tanë, të mrekullueshëm, të atyre që para 12 viteve kanë qenë të ri dhe pas 12 viteve janë në proces jete në zhvillim e sipër.